Kemi parë një shqetësim tuaj në rrjetet sociale lidhur me një problematikë që kemi pasur me bankën Raiffeisenbank. A mund të na thoni se çfarë ka ndodhur? Po qa më ndodhi tani? Unë shkoj për bërë një blerje, kam qenë tek një supermarket Uelli, për bërë disa detergjent. Më tha, nuk e pranon tha pagesën me karta se s'ka para, thot, mjaftueshëm. Unë dje që i kishe një 800.000 lekë vjetra atje, nga paga, se hapë aplikacionin, jo më që s'kisha lekë atje, po i kam borx bankës dhe 1.200.000 lekë. E ka marrë një orë jeshtë bankën telefon ke i numri që ka, mezi e hapën, nuk po pyetën as për emrin se kush jam, po më thanë, ku e merrni, i thash nga paga që kam ndodhur një problematik. Ku e merrni pagën? Thash, te OSHE, thash. Tha, kemi problem, tha, në sistem. Po mirë, thash, mund të lajmëroni, thash. Se unë mendoj që më kanë përjatëruar kartën tani, më kanë futur kështu dhe duhet të marr me urgjencë të bllokoj e të sqaroj si është puna. Ai për tepër na keni bllokuar, mëse ne jemi këto zëngjina të mëdhej që përdorim 20 karta edhe ku ta di unë. Të nxjerrin tani ato që i kemi pak me lagështi ato para, ti e kurosim, ti thajmë, ti servirim. Tani mënyra e mos komunikimit mua nuk pëlqen domethënë. Është tani nuk mundesh të ai për tepër që të çoj mesazh sikur ke të rrequr 2 herë nga 1 milion, 2 herë nga 500.000, unë e di se kam të rrequr, se ajo rroga laj thaj ajo është. Ne i dim sa të rreqim e sa lëm atje se. Pra dhe ekzistenca e mesazheve nuk më pëlqen. Se çka ka ndodhur, ta gjejnë çka ka ndodhur, por duhet ta rregullojnë. Edhe është një moment që edhe njerëzit që janë në call center t'i sqarojnë. Ose të na vijë një mesazh ne që jemi prekur, që mos u shqetësoni se ka një problem tillë. Kështu është diçka që më duket nuk duket normale domethënë. Voka si shpjegohet që bankat, po edhe kompanitë celulare ka një lloj, po themi, qasje shumë që le për dëshiruar ndaj klientëve. Pra që mund të ndodh një problem, po themi me siç ka ndodhur ty me llogarinë dhe nuk njoftojnë që ti nuk ke lekë, se ti mund të ishe nisur për rrugë, po themi, mund të ishe nisur diku. Dhe do kishe ngelur, po themi, pa ndonjë pa lek në kartë dhe ti s'di asgjë që ti s'kishe lek, ose edhe për kompanitë e celularëve që ti shkon për të rinovuar kontratën dhe të thotë, po themi, ose Vodafone ose One, thotë që kam një ofertë për ty dhe nga po themi 22 ta bën 23, pa dhënë asnjë një lloj shpjegimi se pse, cila është arsye që ty po të rritet kontrata. Pra si e shikon këtë qasje ndaj shqiptarëve? Po mendoj që midis kushteve tjera që na ka dhënë Europa në lidhje me procesin e integrimit dhe parafrimin e legjislacionit është që ne të krijojmë edhe tregun, se nuk e kemi tregun i lirë ashtu si duhet, parametra. Po të shohësh të gjitha çmimet janë njësoj. Si të telefonia celulare, në karburant, pak a shumë, shoqëritë e sigurimeve, edhe këto tjera. Pra ne jemi ose monopol, ose një duopol, ose një oligopol. Pra një pazar, një grup i njerëzish që kontrollojnë tregun dhe entët e rregullatore të tregut, për mua të gjendura 1000% në korrupsion, pse kam e theksoj korrupsionin. Të gjitha parametrat, qofshin edhe të sigurisë kombëtare, qofshin edhe të shërbimeve, qofshin edhe të çmimeve, gjitha rrënohen nga korrupsioni. Edhe nëse prita që mbas tërmetit, ata persona që ndërtuan pallate që ranë, ndërkohë që shumë pallate nuk ranë, përgjigjeshin. Të kishim një hetim për të parë si nxorën lejet e ndërtimit, si kanë bërë zbatimet e tjera. Po e lam aty. Nuk i hapëm. I mbyllim shpejt problemet ne. Përveç që kemi edhe korrupsionin në pallatin e drejtësisë, që mezi po e ngrem. Dhe unë këtë mendoj që jemi kapur nga fyti tani. Edhe në këto lloj shërbimesh, aq më tepër kemi rastin e këtyre kompanive
financiare, jo banka, të cilët kanë blerë borxhin e bankave në nënhundën e Bankës së Shqipërisë. Në këtë rast është Banka e Shqipërisë që duhet kontrollojë cilësinë e shërbimeve të këtyre bankave të nivelit 2. Dhe me të drejtë presidenti Beka ka dërguar një letër parlamentit ku kërkon të di rolin e guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, që ka fjetur gjumë, që me mira njerëz dhe mira prona janë bllokuar për shumë pak para, të bllokojnë dhe shtëpinë, të bllokojnë edhe makinën, edhe pagën, duke shkelur dhe minimumi jetik, dhe kemi dhe njerëz që kanë vrarë veten nga hallet tilla, edhe pse kanë paguar një herë atë kredinë e vogël, mbi të cilën janë aplikuar interesa jashtë procesit gjyqësor, se është gjykata që vendoset interes, të jashtëligjshme domethënë, njerëzit kanë humbur gjithçka, janë gjendur në një represion e një politikë të egër të argëtimit të tyre, deri aty sa kemi rastin që për 2.900.000 lekë vjetra i kanë nxjerrë dikujt 70 metër katror apartament në Ankant në Tiranë dhe e kanë shitur për 3.900.000 lekë. Edhe është bërë pronar vetë kompania që me demek bleu këtë borxh nga bankat apo ka dhënë këtë kredinë konsumatore. Pra jemi jetojmë nëpër skandale dhe kur duke i njohur mirë këto thash kanë bërë të punë me pagën. Të shohim inshallah zgjidhen se pastaj do na humbi dhe durimi dhe s'mbajmë përgjithësi çfarë bëjmë pastaj. Se nuk kemi më as nerva të ankohemi tani. Por që shkojnë të fjalë në vesh edhe ta dreqin kohë, domethënë se kam humbur durimin me gjithë qeverinë dhe jo me këta leskat të cilat vërtit të qeverie. Avokat, faleminderit për intervistën dhe edhe unë falenderoj juve. Gjë e mirë është që ti denoncojnë gjërat dhe duke i denoncuar ndoshta edhe qytetarët motivojnë më shumë për të denoncuar dhe ata. Meritojmë të trajtohemi si njerëz dhe bollë na kanë lodh dhe prandaj po shpreh këtë mbllëfin që kam. Prandaj e them se duhet më shku ke zyrat pastaj edhe me jam mësu edukatën se kanë kalu çdo lloj kufiri në këtë mënyrë domethënë. Të trajtim, të shkosh si qytetar të blesh diçka dhe të ngelesh si hu atje, mirë që kisha familjar me vete që kishin para me vete. Kjo ishte. Avokat, faleminderit shumë. Faleminderit juve.